Kosova në mesin e vendeve më të lumtura në botë, në rajon kryeson listën. Raporti botëror i lumturisë i rjetit për zhvillim të qëndrueshëm të OKB-s. Sërish ka vënë pa vendet cilat janë më të lumtura dhe sërish shtetet nordike i prin listës. Në raportin e publikuar bëhet e ditur se shteti finlandez i prin listës si vendi më i lumtur në botë. Pas Finlandës, vinë shtetet të tjera nordike si Danimarka në vendin e dytë, Islanda në të tretin, Suedia në të katërtin dhe Holanda në të pestin. Më pas vinë Costa Rica, Norvegjia, Izraeli, Luksemburgu e të tjerë. Po ku qëndron Kosova dhe vendet e tjera të Ballkanit? Në mesin e shteteve ballkanike, qytetarët e Kosovës janë më të lumturit. Kosova ndodhet në vendin e 29 në listë, ndërsa pas Kosovës vjen Serbia në vendin e 31, Bosnia dhe Hercegovina në vendin e 56, Malizi në vendin e 71, Maqedonia e Veriut në vendin e 86, si dhe Shqipëria në vendin e 89. Në raport thuhet se këto vlerësime të jetës e vën fokusin në kënaqësinë e njerëzve për jetën. Në përmbledhjen ekzekutive thuhet se forumi në këtë raport ka qenë ndikimi i kujdesit nga personat e tjerë dhe përhapja e lumturisë. Ka shumë mënyra në të cilat ne kujdesemi dhe ndajmë njëri tjetrin. Ndoshta më universalja shembull është ndarja e vakteve, siç tregon kapitulli 3 të Ngrënit i vetëm, nuk është e mirë për mirëqenien tuaj. Njerëzit që janë shpesh me të tjerët janë shumë më të lumtur dhe ky efekt qëndron dhe duke marrë parasysh madhësinë e familjes. Rritja e numrit të njerëzve që han vetëm është një arsye për rënien e mirëqenies në Shtetet e Bashkuara, thuhet ndër të tjera në këtë raport. Ndryshe në korrik të vitit 2012, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli një rezolut sipas së cilës dita ndërkombëtare e lumturisë do të shënohet çdo vit në 20 mars. Objektivi i kësaj dite është të theksohet se lumturia dhe prosperiteti nuk janë vetëm dëshira personale, por edhe qëllime globale.